Kryeministri Christian Miskovski në konferencën e përbashkët për media, bashkë me ambasadorin britanik Matthew Lawson, bëri të ditur se partneriteti strategjik me Mbretërinë e Bashkuar do të sjellë investime në infrastrukturë, shëndetësi dhe transport në vlerë prej 6 miliard eurosh. Pse marrëveshja për partneritet strategjik me Mbretërinë e Bashkuar është e rëndësishme për qytetarët e Maqedonisë? Do të jetë baza dhe themeli një cikli investues që do të ketë kornizë të plotë në vlerë të 5 miliard funteve, respektivisht 6 miliard eurove. Pjesë e këtyre parave do të përdoren për investime në infrastrukturë, ndërtimin e rrugës hekullutare Kargo, moderne dhe të shpejt nga Tabanoci deri në Qevgjeli, investime në shëndetësi dhe spitale të reja. Miskovski gjithashtu bëri të ditur se një pjesë e madhe e këtyre mjeteve do të ndahen për ndërtimin e spitaleve. Ndërkohë, ambasadori britanik mohoi kategorikisht spekulime se në kuadër të marrëveshjes së partneritetit strategjik do të ndërtohen kampe për emigrantët në vend. Esenca e këtij partneriteti strategjik është investimi, rritja ekonomike dhe veprimi i përbashkët për përfitime të ndërsjella, si dhe forcimi i partneritetit tregtar tashmë të shkëlqyer. Bashkëpunimi në fushën e emigracionit do të lidhet ekskluzivisht me mbështetjen në luftën kundër bandave kriminale, ndarjen e informacionit të inteligjencës dhe punën e përbashkët të forcave policore si pjesë e një iniciative më të gjerë europiane. Lidhur me mundësinë e lehtësimit të regjimit të vizave për qytetarët e Maqedonisë, ambasadori pranoi se presioni i migracionit në Mbretërinë e Bashkuar është i lartë, gjë që e bën temën politikisht të ndjeshme.